شهر كريم قد أطل صباحه إن الجهاد مجاميع الإيمان شهر كريم قد أطل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Prej radhitjes që e bën autori në kujdesin me ata të cilët nuk duhet me u shoqërua, thot kujdesu mos u shoqëro me ata të cilët bojnë polemika. Mos u shoqëro, mos rri, mos ndëgjo, mos lexo asgjë prej atyre të cilët bojnë polemika kryesisht rreth ajeteve të paqarta. Për shkak se ata të cilët bojnë polemika ose bazën kryesore të davetit të tyre, të fesë të tyre, e kanë polemiken, e jo thirrjen dhe përmirësimin, ata janë të devijuar. Dhe polemika nuk ka qenë cilësi ose veçori e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në davetin e tyre, kurse shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për neve janë modeli më i mirë se qysh bëhet thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi. Allah subhanahu wa ta'ala është ai që ka zbrit Kur'anin, ajetet shumicë të Kur'anit janë të qarta në dispozita edhe në kuptim. Po ukhra mutashabihat, po ka disa ajete që Allah me urtësinë e vet i ka lënë të paqarta në shikimin e parë ose në kuptimin e realitetit të tyre, por që në thënie ato janë të qarta. Ata të cilët në zemrat e tyre kanë smundje, fayattabi'una ma tashabaha min, shkojnë të ankohen mirën me ajetet e paqarta. Ne kemi folur rreth këtë ajetin në komentin e surës Ali Imran. Por në start, Allah subhanahu wa ta'ala i ka qujt me zemra të smura ata të cilët i pasojnë ose miren gjatë veprimtarive të tyre vazhdimisht me ajetet e paqarta. Fa amma alladhina fi qulubihim marad, ata në zemrat të cilëve ka smundje. Tash, na jem të e ditë fillimisht që ata janë të smut në zemër. Qysh më nejtë me njerën që zemrën e vetë e ka të smut. Ai që ka smua zemrën e vetë, duke u mirë me ajetet e paqarta, ai ta smun edhe ty zemrën. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, fa idha ra'aytum alladhina yujadiluna fihi, kur të shihni njerëzit të cilët polemizojnë me ajetet e paqarta, dine se këta janë ata për të cilët ka tërheq vërejtjen Allahu subhanahu wa ta'ala. Kur të shihni ata të cilët polemizojnë rreth ajeteve të paqarta,
dine se këto janë ata me zemra të smura, për të cilët ju ka tërheq vërejtjen e Allahu subhanahu wa taala, fahdharuhum, runu prej tyre. Runu prej tyre, roja më e madhe prej të keqes është largimi në start. Ose mosa e parë që bëhet mos me të kape keqja është mu largu. Dhe praktika është e thjeshtë. Mosa e parë që zjarri është me largu durën. Mosa e parë e qeni, kur do me të kap, me hek durën se e të hanë. Tanate nëse mund është me lidhë, nëse mund është se ka plot metoda tjera, po çështja e parë është më largu prej tyre. Hunne ummul kitab, shumica e ajeteve janë të qarta. Komentatorët e hadithit ka thonë çdo gjë që ka të bëjë me halalin e me haramin është e qartë. Çdo gjë që ka të bëjë me bazat e besimit është e qartë, se pejgamberi prete Ademi a.s. deri në ditën e kiametit që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me shariatin valid, kanë thirrë në të njëjtin iman. Të çështën nuk kanë më të paqarta mos aty në sqaruar me mia vjet. Kret halalin e haramin e ka të qarta. Nuk mirët me to me përmirësua vetën e vet, me përmirësua familjen e vet, me përmirësua njerëzit me të cilat jeton, por e qënë polemikën dreth ajeteve të paqarta. Ka me qindra e mira dispozita, kretë qarta. Sa që komentatorët e hadithit kanë përmenë vetëm në surën Al-Baqara, Allah subhanahu wa taala ka sjell mira dispozita që tregojnë për urdhra edhe tregojnë për ndalesa, mira. Nuk mirët me dispozita të qarta, por e ka gjetë një vend me të cilin mund me bo polemik, një ajet, edhe vazhdimisht qëto ajete, ose qëtë ajet e sirë. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, kuptimin real të aty në ajeteve nuk e din as kërkush. Se kuptimin e atyre ajeteve e din vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe është interesant, një krahasim e argumenteve, thotë Allah subhanahu wa ta'ala, wa yes'alunaka 'anir ruh, të pyesin ty o Muhammed për shpirtin. Qul ar-ruhu min amri rabbi, thuaj shpirti është çështje që i takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, neve nuk na është dhënë dituri rreth shpirtit vetë se pak. Quhet ai me zemrën e smut libër 5 vëllime për shpirtin. I shkruan. Ty Allah të thonë që ti zdi për shpirtin kur gjëheq. Ka bonë të atë guzim me shkru libër për shpirtin. O ma utitu min al-ilmi illa qalila. S'dini për shpirtin kur gjë. Shka dini për shpirtin? Kur gjë. Veç e dini që njeri me shpirt lëviz i gjallë, kur s'ka shpirt s'lëviz. Që din ma shumë për shpirtin? Edhe Allah subhanahu wa ta'ala të regon, o ma utitu min al-ilm, si kum dhonë dituri, si kum kalzu. Ajetet e paqarta, o ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, ose di kërkush komentin e tyre. Kërkush se di komentin e tyre, të nkuan ose të folë rreth atyre ajeteve. Që në start, i smut, në zemër se, ose më konë i smut zemër si shemor me atë që nuk e din. Pastaj lonja masdore argumenteve të qarta është argument i mjaftueshëm, është shenjë mjaftueshme se njeriu ka zemrën e smut. I kalon ato me të cilat s'ka nevojë kërkon me pyetje, vetë e din. I kalon ato të nditën, mirët me ata që as vetë nuk e din kuptimin e tyre. Në shpjegimin e ajeteve të paqarta devjen ai që
mirët me to dhe i devjan ata me të cilët është të bashk bisedu dhe me cilët rrin, për shkak se fitnja ose devijimi e ka dhe ndihmën e iblisit. Kanë përmend dietarët e selefit se nuk kemi takue njeri që polemizon përveç se ka argument, i ka pas ajetet e paqarta. Nuk kemi taku njeri që polemizon veç se për argument i ka pas ajetet e paqarta. Në të gjitha fushat, në të gjitha drejtimet, ata cilët polemizojnë të emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Argument veç ajetet e paqarta. Ata të cilët polemizojnë në çështjet e imanit dhe tekfirit. Argument vetëm ajetet e paqarta. Të gjithë, në të gjitha temat, ata të cilët polemizojnë ose kanë polemizuar rreth Kur'anit, kohën e Imam Ahmedit, është i krijuar apo jo, vetë se i kanë njeh argumentet e paqarta. Ata që kanë polemizuar kohën e Sheikhul Islamit, vetë se i kanë njeh argumentet e paqarta. Dhe çdo kush, shifni të gjitha grupet e devijuara për argument të tyre i kanë ajetet e paqarta. Po të kishin argumentet e qarta, ata s'kishin ardhur te polemika hiç. Për shkak se rregullit e Ehlusunnetit është argumentet e qarta janë shumicë. Argumentet e paqarta janë pakicë. Pakica i nënshtrohet shumicës. Argumentet e paqarta shpjegohen duke u mbështet në argumentet e qarta. Argumentet e qarta janë bazë në të gjitha temat. Dhe argumentet e paqarta janë numër më pak. Veç i merr i qetë argumentet e qarta. Se me argumentet e paqarta, nëse argumentet e paqarta bëhen bazë, do të më hek shumicën e argumenteve të qarta. Shumica e argumenteve të qarta nuk hiqen, se hunne ummul kitab, Allahu ka thonë në Kur'an, ato janë baza e fesë. Njerëzit të cilët polemizojnë me ajetet e paqarta kanë përmend dietar për afërsi, ka çështja edhe më e qartë, hum al-khawarij, janë khawarijët, grupi i parë. Wa ahlul bid'i, pastaj çdo grup i cili ka sill bidate. Njerëzit e parë, grupi i parë i devijuar që ka dalë në Islam janë khawarijët. Çfarë argumenti kanë pas khawarijët për me polemizu me Aliun radiallahu anhu? Baza në të cilën sillen ose janë sill khawarijët atëre, edhe sillen sot dhe adit, a qenë baza e gjykimit. Aliun radiallahu anhu e kanë akuzu për gjykim, se nuk gjykon sipas asaj që e ka zbrit Allahu subhanahu wa taala. Mirë për juve. Aliu radiallahu anhu nuk gjykon, ju po. Edhe kanë marrë ajetin prej ajeteve, inil hukmu illa lillah. Gjykimi i takon Allahut. Kjo është ajet Kur'an. Gjykimi i takon Allahut. Kur ka ardhur çështja e problemit, njerëzit e kanë ngritë çështjet te Aliu radiallahu anhu. Aliu ja ka thënë kadien, gjykasin me gjyku. Ka thonë ti mushrik. Çish njeri me gjykue, Allahu do të më gjyku. Ajeti thotë inil hukmu illa lillah. Gjykimi takon Allahut. Bare gjykimi takon Allahut. Po Allah nuk vjen mirë gjykue juve çështjet problemet me zveti. Allahu ka zbrit Kur'anin, dietarët, kadia e merr ajetin i ngon palët në bazë të ajetit që ka thonë Allahu. Dhe ka thonë pejgamberi sa me gjykon çështjen. Jo, ju po gjykon njerin për shtini me gjyku. Tën polemiken e kanë bë se Aliu dhe këta tjerë janë mushrikin, e kanë ndruar s'po gjykojnë Allahu, po gjykojnë këta njerëzit. Kur e këthen kënena, thot ajeti, inil hukmu illa lillah.
gjykimi takon Allahut, po na krejt e dina që gjykimi takon Allahut subhanahu wa taala. Kur e ka qu Ali ibn Abi Talib, Allah subhanahu wa taala pas më shërua Abdullah ibn Abbasin me fol me Khawarisht. Dhe këtu ka një urtësi të lartë. Pse Ali ibn Abi Talib e ka qua Ibn Abbasin me fol me Khawarisht? Edhe kupton pastaj se sa i kanë kuptuar fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sahabët. Ali ibn Abi Talib e ka qua më diturin e sahabëve me polemizua me Khawarisht. Se nuk bën me qua njerëzit pa njohuri, më shku me polemizu me to, se njëjtë është sigur ai që i del Dejjallit përpara, unë duk me ja kallëzu Dejjallit hakin. Allah të Dejjallit me ja kallëzat me hakin se pejgamberi sa më ka thonë ik pitina, s'ka thonë shkot me të fal. Ti unë në debat me Khawarisht, po kush jeti Allah, shka të mi debati me Khawarisht? Pasuesit e sunetit do të me nxjerr të diturin e tyre, edhe diturit e tyre me avkthye qofshin Khawarijve, qofshin murxhive, qofshin kuna do, grupeve të devijuara. Atyrve do të me avkthye ulemat e ehlisunetit, jo populli, se populli s'din me avkthye. Ose s'muesh vetë por sikur ata, ose je i dop, pastaj je pa të argument me thonë qëre, po apo shef se kjo s'din me përfaqësua tamam ç'ish duhet librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka shku Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, tërgjumani l-Kur'an, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka thujt Ibn Abbasin për kthyesi Kur'anit, për sahabët. Këtë gjuhën arabe, arab të edit, Ibn Abbasi javë ka për kthy Kur'anin sahabëve, javë ka kallëzu Kur'anin sahabëve. E ka thue Ibn Abbasi, çka im të thonë ju? Inil hukmu illa lillah, gjykimi takon Allahut, s'ban marr njerëzit më na gjyku. Të s'ban marr njerëzit më na gjyku, por që është me ta pru Allahun na qysh, Allahun s'në ta bje kërkush. Dhe Ibn Abbasi nuk ju ka përmend Khawarijve asnjë argument të hadithit që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjyku njerëzit. E që kjo është e ditshme. Gone pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njerëzit kanë shkuar te pejgamberi sa. Kush i ka gjykuar çështjet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më ka gjykuar çështjet ashtu që ka thonë Allahu. Dhe Allahu në çështje i ka lënë 2-3 zgjidhje, ose edhe çështja e cila ka vetëm një zgjidhje, ajo apet do të më kaluar nëpërmjet kadijes. Se ka disa çështje e kanë vetëm një zgjidhje në shariat. Ka disa çështje e kanë më shumë se sa një mundësi, për shembull te vrasja ka mundësi me afal, ka mundësi me shtim e pagu me parë, ka mundësi me ekzekutu vrasësin. Tash vjen çështja të gjykimi, të gjykata. Tash çish mod gjykimi? Me thon Allahut, a më afal? Nëse na të fol, kërkush s'ka vahi me Allah. Kadia do të më vlerësue mrena kornizës që ka caktuar Allahu. Kur vjen çështja për shembull të vjedhja, nuk i ka 100 opsione, ka vetëm një opsion. E ka vetëm me akfut dorën. Po në gjykim shariatik, kërkush nuk mundet me akfut dorën kërkuna privat. Është pa njeri të vjedh, jenë dëshmitar, qonë të kadia. Dëshmuat aja që po, pastaj kadia bën vendimin. Po kadia nuk është që e bën ligjin. Ligjin e ka bë Allahu subhanahu wa taala. Ekzekutimi i dënimeve në shariat nuk mundet më bë pa kaluar nëpërmjet një gjykimi. Edhe pse këtë çështje do të me ditë vllaznit sot shumë, për shumë zarare që ja bëjnë vllaznive tjerë. Bojnë miqësi ose armiqësi me fjalë. Ka thonë njëri për filonin ashtu kështu, edhe këta e morën si të vërtet. Nuk do të me marrë si të vërtet. Derisa të jepet vendim shariatik. Se ashtu, si cilin për si cilin thot diçka. Edhe kërkush me kërkonin s'do të me fol hiç. Ibn Abbasi i ka sjell Khawarijve të gjitha argumentet vetëm me ajete. Se ato ajetin e kanë të paqartin. Ibn Abbasi ia sjell ajetet e qarta. Prej rasteve në cilat vetë Allah subhanahu wa taala ka uzuar muslimanët, shkoni gjykoni të njerëzit. Në çështjet e
kurërzimit për shembull. Shahidun min ahliha, kur ka probleme me gratë, thot Allahu subhanahu wa taala te surja Nisa, nëse gratë nuk shfaqin dëgjueshmëri ndaj jush, dëgjueshmëria e përcaktuar sipas Kuranit të Sunetit, jo si çka thot ata që duhen me bë veten mret, ajo s'është ashtu. Dëgjueshmëria e grave ndaj burrave është sa i ka obliguar Allahu me dëgju, jo sa do burri me bë vetë kaubojin aty. Nëse janë të pandëgjueshme, thot Allahu subhanahu wa taala, këshilloni. Nëse s'kuptojnë ndani shtrat, nëse s'kuptojnë përsëri, ne edukim të lehtë me thupër. Nëse jo, halos po situata, thirrni 2 vet, një për familjes gruas, një për familjes e burrit. In yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma, nëse Allahu subhanahu wa taala e don, nëse këta e dëshirojnë përmirësimin, Allah ka më apo. Po çka thirrën një i familjes gruas dhe një i familjes burrit, për me drejtu çështjen. Na kena probleme vetë, me thirr Allah më zgjidh problemin. Kjo është logjika e xhavarejve. Edhe logjika e xhavarejve nuk ka qenë as nuk është kur më zgjidh problemin, po ata me bë problemin, veç me qit musliman para një situate që s'ka zgjidhje. Kush çka do të mirë, çfarë drejtimi, kjo qafir, ky zban, kjo kufri, kjo edhe smetet kërkush. Tani mas morave thonë edhe unë jam qafir, edhe s'ka s'mundesh me se është me argumente të cilat nuk janë bazë argumentimit. Pastaj Ibn Abbas Allah subhanahu wa taala e pasmëshirue i ka prua dëshmitar që Allah subhanahu wa taala ka sjell ajetin për gjykimin e atina i cili në haxh e vret një krijes diçka për cilën ka me bo shpagimin. Kush e vlerëson shpagimin? Çka duhet me dhon? Ose çfarë kurbani duhet me prej ai që ka prish disa rregulla në haxh? Po njëri gjykatësi, ai e vlerëson sa? I ka myt 2 pula njëri në haxh të kon. Kush ka lexon çfarë shpagimi ka me bë kë? E ka shkel një xhapin të kon haxh. Kush ka lexon çka duhet me bë kë? Se ka myt një krijes. Po njeri në bazë të kornizave të cilat i ka sjell Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe i ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith. Çështja e parë me ata të cilët polemizojnë ose grupi i parë që është shfaq me polemizuar me ajetet pa qartë janë xhavarishtë. Tash neve këtë çështje na intereson plot punë. Puna e parë që ju sjell sahabët me këta. E shohim se Aliu radiallahu anhu sahabët e kanë zgjedh për me fol me ta njeriu më të diturin. Që do të thonë se kur na të përballemi me këtë problem, nuk do të më shuh si prej neve me fol me ta. Ne të folën veç ai që është më i ditur i neve rreth këtyre çështjeve. Çështja e dytë është çështja e zhvillimeve. Ibn Abbasi kur ka polemizuar me ta në disa transmetime kanë qenë 8000 vet, xhavarishtë, burra. Disa transmetime kanë qenë 12000, disa shkojnë edhe më shumë. Gjysa prej tyre janë pendue para durve të Ibn Abbasit. Se kanë kuptuar argumentin. Tash nëse ne e çojmë një njeri me polemizu me grupet e devijume, vallahi, vetëm në Allah se nuk jem të interesuar me mujt ata me argumente. Jem të interesuar mu zu ata se janë keq për që ata bëhet debati, për që ata folme. Se na pasuesit e sunetit, kur nuk janë të interesuar me fitue, se ata të fitum janë, por me i tërheq njerëzit me i bind, kur kanë quajtur Ibn Abbasin, gjysa e xhavarishve janë kthye. Tash, na do të më pon polemikat e tona që i kena bëj me ta, a më u kthyna i kush pytyne, kurrëç. Pse? Për shkak se nuk është forma e duhur, një prej shkaqeve, nuk është forma e duhur që jam shpjegon çështjet. Çështja e tretë, kur u kthy Ibn Abbasi ka thënë falëndërimi takon Allahu subhanahu wa taala, nuk e gjetan mes në xhavarishve asnjë prej sahabëve. Kjo është begati. Dhe kur të xhavarish nuk gjen dietar. S'ka. Atëherë në sahabët tash janë kokat e diturisë. Këto janë
elementet bazë dhe e fundit fjala e Aliut radhiyallahu anhu në vlerësimin e tyre hum ikhwanuna, ata e vllaznit e tu begawalena, po in qupesh shqip i bjen edhe in qupesh e kanë tepru hum ikhwanuna begawalena, vllaznit e tonë të cilët e kanë tepruar. Dhe khawarisht mbesin musliman deri në ditën e kiametit. Vetëm nëse kanë kufriate për te khawarijizmit. Nëse janë mrena khawarijizmit, o me ikhwanuna, ata e vllaznit e tu. As nuk duhet me i thonë qafira pse ata në thënë neve, as nuk duhet me i shoh, as nuk duhet me i ofendu, as nuk duhet as. Me që njerëzit e ditër që spjegojnë me argumente, kur vjen çështja, sikur ka qenë Adnan e Allah pas më shërua, bën me punë edhe me punë do të më kallëzuar që do të më bë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar që kur se morën vesh ata, vlla po, do të më qitë shtëpi vet. Se secili me pas shtëpi. Këtë rast pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë krijesat më të poshtra nën sipërfaqen e tokë, nën qiell. Lau adraktuhum laqataltuhum qatl Ad wa Thamud. Me i taku ata, i kisha përgjigj sikur që ka përgjigj Allahu popullit Adit dhe Thamudit. Po këtë vendim nuk e bën kush quhet më herët, do të më po kukat e ehlusunetit, dietarët e ehlusunetit, vendimet se çka do të më bë me ta, nuk e merr populli. Pastaj prej atyre që e kanë përmen dietarët, Allah subhanahu wa taala i pas të mëshirua, prej grupeve janë khawarisht, pastaj janë rafidit, pastaj janë të gjithë ata të cilët nuk kanë ecë në rrugën e ehlusunnetit dhe xhamatit, se nuk janë vetëm khawarisht, po kushdo që ka dalë prej rrugës së ehlusunnetit ka polemizuar me argumente të paqarta. Dhe zgjidhja e fundit, ajo që transmetohet nga Omar ibn al-Khattabi radiallahu anhu, se ka thonë: se yati aqwamun yujadilunakum, kanë me ardhur disa popuj, kanë më polemizuar juve, ose disa njerëz, kjo fjala Omar ibn al-Khattabit radiallahu anhu, kanë më polemizuar juve me ajetet e paqarta të Kur'anit. Fejadiluhum bis sunnah. Kur t'ja u ktheni atynve përmbajtjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ashab as-sunan a'lamu bi kitabillahi azza wa jall. Se mas miri që e njohin librin e Allahut, janë ata të cilët e njohin sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Omar ibn al-Khattabi e jep zgjidhjen për përballjen me ata të cilët i përcjellin ajetet e paqarta. Dhe këto hynë të gjitha grupet e devijuara. Përballja me ta është me njoft sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se ata që e njohin sunetin, ata e njohin më së miri Kur'anin. Pse e njohin më së miri Kur'anin? Se në fillimet e sqarimit të librit, autori ka përmend Kur'anin e shpjegon hadithi, se shpjegon çfarë. Kur nuk e din shpjeguesin e Kur'anit, atëherë çish kom me polemizu me njerëzit. Kur nuk e din çka ka thonë pejgamberi sa për këto hadithe, çish kemi polemizu me ta. Tash çështja, zgjidhja e vetme për me pështuar për veti, edhe me polemizuar nëse është nevoja për njerëzit e safit parë të sunetit, është mbështetja në sunetin e hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka argumente të shumta që grupi i shpëtuar, njerëzit e shpëtuar, janë ata të cilët e njohin hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkak se pa njoft hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çish e di rrugën e drejtë. Ka ke mësuar rrugën e drejtë. Rrugën e drejtë e ka thënë hadithi. Ti hadithin nuk e din. Çu ke mësuar rrugën e drejtë? Se ke mësuar. Zgjidhja për ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është me shuar mësimin ose me koncentruar mësimin rreth hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që normal të mësojnë ajetet se atë ka zbritur Allahu, pastaj me hadithe e kupton
ajetin edhe e kupton shpjegimin e ajeteve. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum astaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.